Pushteti nuk jepet, pushteti merret, dhe më e rëndësishmja, ruhet. Shumica e njerëzve jetojnë duke menduar se bota funksionon me drejtësi, ndershmëri dhe merit, por realiteti është më i ftohtë. Në prapasken, gjithçka drejtohet nga strategjia, ndikimi dhe perceptimi. Nëse nuk kupton rregullat e pushtetit, je duke luajtur një lojë ku të tjerët vendosin fatin tënd. Këto nuk janë këshilla morale. Këto janë ligje, dhe ligjet e pushtetit nuk falin. Rregulli 1. Mos e tejkalo kur mjeshtrin. Njerëzit që kanë pushtet mbi ty nuk duan vetëm respekt, ata duan të ndihen superior. Ky është një fakt që shumë e injorojnë dhe paguajnë shtrenjtë për këtë. Nëse je më i zgjuar, më i talentuar apo më kreativ se shefi yt, instinkti yt mund të jetë ta tregosh këtë, të shkëlqesh, të fitosh admirimin e të gjithëve. Gabim fatal. Në momentin që e bën dik mbi ty të ndihet i kërcënuar, ai nuk do të të shpërblej. Ai do të të shkatërroj, në heshtje, me buzëqeshje, pa lënë gjurmë. Në vend që ta tejkalosh mjeshtrin, bëje të duket sikur ai është burimi i suksesit tënd. Jepi lavdin, lëre të ndjej kontrollin. Një lojtar i mençur nuk kërkon të jetë më i forti në dhomë. Ai kërkon të jetë ai që kontrollon perceptimin e forcës. Rregulli 2. Mos i beso miqve, mëso të përdorësh armiqt. Miqt të tradhtojnë më shpesh se armiqt. Pse? Sepse ata janë më afër. Miqt kanë pritshmëri. Ata mendojnë se meritojnë më shumë nga ty. Dhe kur nuk e marrin fillon zilia, pakënaqësia, tradhtia. Ndërsa një armik, ai është i parashikueshëm. Ai ka diçka për të provuar. Ai është më i motivuar të jetë besnik, sepse ka diçka për të fituar. Historia është plot me raste ku ish armiq janë bërë aleat më të fortë se çdo mik i vjetër. Mos e ndërto rrethin tënd vetëm mbi emocione. Ndërtoje mbi interesa. Rregulli 3. Fsheh qëllimet e tua. Njerëzit nuk duhet të dinë çfarë po planifikon, sepse në momentin që e dinë, ata mund ta pengojnë. Një plan i zbuluar është një plan i dobët. Mjeshtrat e pushtetit nuk tregojnë qëllimet e tyre. Ata krijojnë mjegull, flasin në mënyrë të paqartë, lënë të tjerët të bëjnë supozime. Kjo i mban kundërshtarët në errësirë dhe i bën të gabojnë. Mos e trego lojën tënde. Lëri të tjerët të luajnë në një fushë që ti e ke ndërtuar. Rregulli 4. Thuaj më pak se ç'është e nevojshme. Sa më shumë flet, aq më shumë do bësohesh. Fjalët zbulojnë, fjalët tradhtojnë, fjalët të japin më shumë se sa duhet. Njerëzit e fuqishëm flasin pak. Ata janë misterioz. Ata krijojnë tension. Kur flet pak, çdo fjalë që thua merr pesh. Kur flet shumë, humbet kontrollin. Heshtja është armë, dhe shumica nuk e dinë si ta përdorin. Rregulli 5. Ruaj reputacionin me çdo kusht. Reputacioni është valuta e pushtetit. Pa të, je i pambrojtur. Me të, mund të manipulosh realitetin. Njerëzit nuk shohin gjithmonë të vërtetën. Ata shohin atë që besojnë për ty. Nëse ke reputacion si i fortë, njerëzit nuk do të sfidojnë. Nëse ke reputacion si i zgjuar, njerëzit do të ndjekin. Por nëse reputacioni yt dëmtohet, gjithçka fillon të shembet. Mbroje atë si një mbret mbron fronin e tij. Rregulli 6. Tërhiq vëmendje me çdo kusht. Në një botë ku të gjithë kërkojnë vëmendje, ai që nuk shihet zhduket. Pushteti kërkon dukshmëri. Njerëzit duhet të flasin për ty. Edhe nëse nuk është gjithmonë pozitiv, është më mirë të jesh i diskutuar se sa i harruar. Krijo imazh, krijo mister, krijo histori rreth vetes, sepse në fund, perceptimi krijon realitetin. Rregulli 7. Bëj të tjerët të punojnë për ty, por merr meritat. Kjo është një nga rregullat më të vjetra dhe më brutale të pushtetit. Njerëzit do të punojnë, ti duhet të marrësh rezultatin. Kjo nuk do të thotë të jesh i padrejt pa arsye. Do të thotë të kuptosh se pushteti nuk vjen nga puna e fortë, por nga kontrolli i punës së të tjerëve. Mëso të delegosh, mëso të organizosh, mëso të drejtosh, dhe mbi të gjitha, mëso të marrësh meritën pa krijuar armiqësi të panevojshme. Rregulli 8. Bëj të tjerët të vinë tek ti. Ai që ndjek humbet kontrollin. Ai që tërheq fiton pushtet. Mos u bëj i dëshpëruar. Mos vrapo pas mundësive. Krijo kushte që të tjerët të kërkojnë ty. Kur dikush vjen tek ti, ai është në pozicion më të dobët. Ai ka nevojë, ti jo.
Ky është avantazhi. Rregulli 9. Fito me veprime, jo me argumente. Argumentet janë të dobëta. Edhe nëse fiton një debat, mund të krijosh armiqësi. Njerëzit nuk e pëlqejnë të ndihen të gabuar. Në vend që të bindesh me fjalë, bind me rezultate. Trego, mos shpjego. Fitoria e vërtet është ajo që nuk ka nevojë për justifikim. Rregulli 10. Shmang të pafatët dhe negativët. Energjia është ngjitse. Nëse rri me njerëz negativ, të pafat, ankues do të tërheqin poshtë. Njerëzit që dështojnë vazhdimisht shpesh kanë modele mendimi që i mbajnë aty, dhe këto modele përhapen. Zgjidh me kujdes rrethin tënd, sepse në fund nuk bëhesh vetëm ai që mendon, bëhesh edhe ai me këri. Këto janë vetëm fillimi. Pushteti nuk është diçka që mësohet brenda natës. Është një lojë e gjatë dhe çdo lëvizje ka pasoja. Nëse mendon se pushteti është thjesht ndikim, gabohesh. Pushteti i vërtet është kontroll. Kontroll mbi njerëzit, kontroll mbi perceptimin, kontroll mbi realitetin që të tjerët besojnë. Dhe në këtë nivel nuk ka vend për pafajësi. Rregulli 11. Bëj njerëzit të varen nga ti. Pavarësia është armiku i pushtetit. Nëse njerëzit mund të jetojnë pa ty, atëherë nuk e pushtet mbi ta. Por nëse varen nga ti, përpara, mundësi, informacion apo mbështetje, atëherë ke kontroll. Sekreti nuk është të jesh i dobishëm. Sekreti është të jesh i pazëvendësueshëm. Krijo situata ku njerëzit nuk mund të avancojnë pa ty. Bëhu nyja që lidh gjithçka, dhe kur ata të kenë nevojë për ty, ti vendos kushtet. Rregulli 12. Përdor ndeshmëri selektive për të çarmatosur. Njerëzit presin manipulim, por nuk presin sinqeritet. Një moment i vogël ndeshmërie, i zgjedhur me kujdes, mund të ul gardin e kujtdo. Kur dukesh i hapur dhe i drejt për drejt, njerëzit të besojnë më shumë, dhe pikërisht në atë moment bëhen më të prekshëm. Mos je gjithmonë i sinqert, je strategjik me sinqeritetin. Një e vërtet e vogël mund të fshejë një plan të madh. Rregulli 13. Kur kërkon ndihmë, fol për interesin e tjetrit. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit është të flasin për nevojat e tyre. Askush nuk kujdeset. Njerëzit lëvizin nga interesi personal. Gjithmonë, nëse do që dikush të të ndihmoj, mos i thuaj pse ke nevojë. Trego pse i leverdis atij. Përdor egoizmin e njerëzve si levë, dhe do të hapësh dyer që ndryshe do të qëndronin të mbyllura. Rregulli 14. Shtiru si mik, vepro si spiun. Informacioni është pushtet. Sa më shumë di për të tjerët, dobësitë, dëshirat, frikërat, aq më shumë kontroll ke. Mos u ekspozo shumë. Vëzhgo. Dëgjo më shumë se sa flet. Bëj pyetje që duken të pafajshme, dhe ndërto një hartë të njerëzve përreth teje, sepse në fund ai që di më shumë fiton. Rregulli 15. Shkatëro plotësisht armikun. Një armik i lënë gjallë është një rrezik i shtyrë për më vonë. Shumë bëjnë gabimin të mendojnë se mjafton ta mposhtësh dik. Jo, nëse i lë hapësirë të rikthehet, ai do të rikthehet më i fortë, më i zemëruar. Pushteti kërkon finalitet. Kur vendos të përballesh me dik, sigurohu që loja të përfundoj. Rregulli 16. Përdor mungesën për të rritur vlerën. Sa më i disponueshëm të jesh, aq më pak vlen. Njerëzit e marrin si të mirëqen atë që është gjithmonë aty, por kur tërhiqesh, kur mungon, kur bëhesh i rrallë, vlera jote rritet. Kjo vlen për gjithçka, prani, fjalë, kohë, madje edhe emocione. Mos u jep të gjithëve gjithçka. Lëri të ndjenjë mungesën tënde. Rregulli 17. Mbaj të tjerët në pasiguri. Parashikueshmëria është dobësi. Nëse njerëzit e dinë saktësisht si do të reagosh, ata mund të të kontrollojnë, por nëse je i paparashikueshëm, krijon tension, krijon frikë, krijon respekt, ndrysho ritmin, ndrysho reagimet. Bëhu një enigmë që askush nuk mund ta lexojë plotësisht. Rregulli 18. Mos u izolo, izolimi është i rrezikshëm. Pushteti kërkon lidhje. Nëse izolohesh, humbet informacionin, ndikimin dhe kontrollin. Edhe mbretërit më të fuqishëm kanë rënë kur janë shkputur nga realiteti. Qëndro i lidhur, qëndro i informuar, sepse bota lëviz, edhe kur ti nuk e sheh. Rregulli 19. Mos ofendo personin e gabuar. Jo çdo njeri ka të njëjtin nivel fuqie. Një fjalë e gabuar ndaj personit të gabuar
mund të kushtoj gjithçka. Mëso të lexosh njerëzit. Kush ka ndikim, kush ka ego të brisht, kush ka fuqi të fshehur. Mos lufto betejë të panevojshme. Zgjidh luftërat e tua me kujdes. Rregulli 20. Mos u angazho plotësisht me askënd. Liria është pushtet. Në momentin që lidhemi shumë me një person apo grup, bëhemi të varur. Dhe varësia krijon dobësi. Mbaj distancë strategjike. Mos u bëj plotësisht i lexueshëm. Qëndroj lirë për të lëvizur, për të zgjedhur, për të ndryshuar anë nëse është e nevojshme. Në këtë pikë, loja nuk është më e thjeshtë. Tani nuk bëhet fjalë vetëm për të fituar, por për të mbijetuar në një botë ku të gjithë duan të njëjtën gjë. Kontroll. Në këtë pikë, nuk je më një lojtar i zakonshëm. Ti nuk kërkon më thjesht sukses. Ti kërkon kontroll, sepse e vërteta është kjo. Bota nuk drejtohet nga ata që punojnë më shumë, por nga ata që kuptojnë lojën. Dhe tani hyn në nivelin ku shumica nuk arrin kurrë. Rregulli 21. Luaj si budalla për të kapur budallënjt. Njerëzit duan të ndihen më të zgjuar se të tjerët. Përdore këtë kundër tyre. Nëse dukesh shumë i zgjuar, krijon rezistencë. Nëse dukesh pak naiv, njerëzit ulin mbrojtjen. Ata fillojnë të flasin më shumë, të zbulojnë më shumë, të bëjnë gabime. Ndërkohë ti vëzhgon. Mos u përpiq gjithmonë të dukesh superior. Ndonjëherë, maska e dobësisë është arma më e fortë. Rregulli 22. Dorëzohu për të fituar më vonë. Jo çdo betejë duhet fituar me njëherë. Ndonjëherë humbja është strategji. Kur përballesh me dikë më të fortë, rezistenca direkte të shkatëron. Por nëse dorëzohesh, fiton kohë. Kohë për të mësuar, kohë për të planifikuar, kohë për të goditur më vonë, më fort. Egoja të thotë të luftosh, strategjia të thotë të presësh. Rregulli 23. Përqendro forcën tënde. Shumica shpërndajnë energjinë në shumë drejtime. Rezultati, asgjë e madhe. Pushteti kërkon fokus. Godit në një pikë, përsëri dhe përsëri, derisa të thyesh rezistencën. Mos u shpërqendro, mos u përpiq të bësh gjithçka. Zgjidh një objektiv dhe dominoje. Rregulli 24. Luaj rolin perfekt. Bota është një skenë. Ata që ngjiten lart nuk janë gjithmonë më të mirët. Janë ata që dinë të luajnë rolin më mirë. Eleganca, vetkontrolli, prezenca, këto janë armë. Mëso të sillesh sipas situatës. Mëso të lexosh dhomën. Mëso të jesh ajo që kërkohet në atë moment. Autenticiteti është i mbivlerësuar. Adaptimi është pushtet. Rregulli 25. Rikrijo veten. Mos u lidh me një identitet të vetëm. Njerëzit që nuk ndryshojnë mbeten pas. Ti ke kontroll mbi imazhin tënd, mbi historinë tënde, mbi mënyrën si të shohin të tjerët. Nëse diçka nuk funksionon, ndryshoje. Riformato veten. Bëhu versioni që i përshtatet lojës që po luan. Rregulli 26. Mbaj duart të pastra. Pushteti i vërtet nuk duket. Nëse duhet të bësh diçka të vështirë, të errët apo të diskutueshme, mos u lidh direkt me të. Përdor të tjerët. Struktura. Distancë. Në fund, njerëzit gjykojnë atë që shohin, jo atë që fshihet pas skenës. Rregulli 27. Krijo besim, madje edhe kult rreth vetes. Njerëzit duan të besojnë në diçka. Nëse u jep një ide, një vizion, një identitet, ata do të ndjekin. Mos u kufizo vetëm në logjik. Përdor emocione. Krijo një histori, një ndjenje përkatësie. Kur njerëzit besojnë tek ti, nuk kanë më nevojë për prova. Rregulli 28. Vepro me guxim. Hezitimi është armiku. Në lojën e pushtetit, vendimet e pasigurta duken si dobësi, dhe dobësia sulmohet. Edhe nëse nuk je 100% i sigurt, vepro me vendosmëri. Besimi shpesh është iluzion, por është një iluzion që bind të tjerët. Rregulli 29. Planifiko deri në fund. Shumë njerëz fillojnë fort dhe dështojnë në fund, sepse nuk mendojnë për pasojat. Çdo veprim ka një zinxhir reagimesh. Nëse nuk i parashikon, do të kapesh në befasi. Mendo për fundin që në fillim. Parashiko skenarët dhe mos lër asgjë rastësisë. Rregulli 30. Bëje arritje të duken të lehta. Njerëzit admirojnë atë që duket e natyrshme.
Nëse tregon sa shumë ke luftuar, humbet magjin. Fshih përpjekjen, trego rezultatin. Bëje të duket sikur gjithçka vjen lehtë për ty. Kjo krijon respekt dhe zili. Mbyllja e madhe. Tani I ke parë të gjitha. Këto nuk janë thjesht rregulla, janë mekanizma që drejtojnë botën në heshtje. Por ka një të vërtetë që shumë nuk duan ta pranojnë. Pushteti ka çmim. Sa më shumë kontroll fiton, aq më pak beson tek të tjerët. Aq më shumë luan role, aq më shumë jeton në strategji. Pyetja nuk është, a mund t'i përdorësh këto rregulla? Pyetja është, a je gati të jetosh me to?